Përshëndetje dhe mirë se u riktheni në tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Është piku i mëngjesit, pika e mëngjesit, si thuhet. Dhe unë po bëhem gati sepse kam një porosi që duhet ta çoj në Vlorë. Kështu që do marr ti me kushërir me vete, Marien, që ju e njihni. Edhe do nisemi për në Avlona. Ndërkohë jam duke vendosur ca lokoplastet e themrat e këmbëve, sepse do vesh sandalet e bardha që i lava. Dhe nuk e di pse herën e fundit që i vesh ato më vranë. Kështu po përgatitem që tani. Përveç porosisë që ne kemi për të çuar, ne menduam shkojmë në Vlorë, po marrim edhe rrobat e banjës. Edhe bëjmë edhe plazh. Por të shikojmë situatën si do jetë pasi të arrim trafiku, më the të thash. Do kemi mundësi, do kemi kohë apo jo që të bëjmë plazhin. Një aventurë kushërirash. Ja u tregova unë se si u bën këto dritë. Okej, tash unë i vesh herën e kaluar dhe jam bërë pak pis. Po i lava me test enësh nga ai ilaçi jeshil në kuti, që kam patur ma marr ato njërin kohë. Edhe u bën xham. Gati. Opa la kja. Shikojmë, i kemi marrë të gjitha gjërat, portofolin, syzet e diellit, çelësat. Okej. Marrëm një shishe ujë, çantën, bateria, pulti i kamerës. Dhe këtu ka marrë çantën me rrobat e banjës, me shapkat edhe peshqirin. Jemi gati. Si kam folur fare sot, që në momentin që dola nga shtëpia dhe u nisa, sepse isha në rrugë. Tani kemi qëndruar te Joti edhe kemi marrë byreçka, se më kanë thënë që Joti ka byreçkat më të mira se të Meçelës. Edhe do t'i degustojmë. Morëm të dyja me qep domate edhe një dhallë. Bëf të mirë! Si nuk mora unë mikrofonin, nuk e dija që do kishte kaq shumë erë, që të merrja mikrofonin që ju të më dëgjoni tamam. Por, mbaruam punë me porosin që ju thash, edhe tani kemi ardhur të bëjmë pak plazh me Maria dhe kemi ardhur tek Bojo. Dhe vendosim që të vinim tek Bojo, duke qenë se këtu unë kam bërë një pjesë të dizenjimit gjatë kohës që punoja në një studio interior designi, edhe të them të drejtën ndihem krenare, që është diçka jashtme që mund ta shikojnë edhe njerëzit, edhe mund të sjell edhe njerëzit e mi që ta shikojnë. Ajo atje që shikoni me këto bambut, ata aty e kam dizenjuar unë, normalisht jam frymëzuar diku, edhe këtë pjesën e sipërme të barit aty brenda. Ndërkohë prapa me se nuk dua që të kap shumë njerëz, është restoranti të cilin unë e nisa për ta dizenjuar, pastaj lash punën. Lash dorëheqjen edhe u përfundua nga studioja që unë punoja. Është shumë gjë e bukur kur shikon kështu krimet e tua. Është një lloj tjetër krenarie kur krimet janë të jashtme dhe i shikojnë të gjithë, edhe tjetër gjë kur i shikojnë vetëm personat e brendshëm, për shembull si interior designi i apartamenteve, por që jam shumë krenare. Tani Maria iku që të ndroj, të vesh rrobat e banjës. Do vi Maria, do shkoj unë, edhe për të futur në det nuk e di, nuk e besoj të futemi, se pas ka shumë dalg, edhe është i pisët uji. Këtu çadra, kjo që jemi ullur ne, do me thënë, nuk ka çadër, po ka këto sipër që shikoni, edhe janë këto lloj dysheqet, shumë të trash, edhe të rehatshëm që janë kanë. Nga 30 që i ka normalisht, i kanë lënë 20.000 lekë sot, thanë. Kështu që 20.000 lekë për të dyja. Edhe para se t'i ikim do vem të ham drekën, edhe do nisemi pastaj në Tiranë, se pos hangre edhe në qik drekë. Ja. A nice! Qenë shumë. Tirita. Kështu s'të zë dielli. Do me thënë nuk të
Ha? Yeah. Qa shikojmë ne nga sipër. Erdhëm të ham drek. Është shumë lezetshëm këtu. Është bërë ky restoranti jashtë me dhe restoranti brenda që brenda do futem do ta shikoj. Shumë lezetshëm, po më pëlqen. Maria? Prit. Po. Qa mendimi keti? Shumë bukur. Ka dhe këtë ambientin e Po. Është kjo ambienti këtu. ka këtë stilin. Boho, po. Bohemian. Po duket se ku po I bëj reklam, po realisht më pëlqen vërtet që nuk është reklam fare. Thjesht nga që kam si mbisu ca gjëra vetëm këtu dhe prandaj kam patur qejf që të vija këtu. S'ke ardhur tjetër? Kisha ardhur vetëm një herë kur sapo u hap. Atë javën që u hap Beach Bar andej, kisha ardhur me Kristianën, që bëhet fjalë para 2 vitesh. Po. Edhe ato ishin ndryshuar sezonet, ishin për të. Më duket kam përshtypjen që të gjithë I kanë ndryshuar edhe I kanë bërë këto sezonet me këto të trashat. Se I kam parë në shumë vende. Edhe në Greqi që vajti mami me babin. Po. Më të rehatshme. Edhe me arra. Këto janë domat e zhveshjes. Shikoni? Ka edhe këtu mastar, varse, edhe këtë stolin. Ama, nuk e di se kush ka menduar që këtu është tualet. 2 hours later. Ua, unë harova fare që isha duke filmuar. Edhe erdha në shtëpi u shoha mirë. Tani, duke qenë se unë nuk isha në shtëpi, e mreja s'kishte gjë për të ngrënë. Edhe kishte porositur, më mori në telefon mua edhe më tha çfarë do ham, tha, çfarë të porositur, më thënë, jo çfarë do ham çka ke bërë. Tash unë hengra para 2 orësh, I thash, kur hangëm drejt domethënë me Marin. Kështu që nuk më haj gjë, I thash, ti merr porosit çfarë të duash. Dhe kur erdha në shtëpi unë, sa u futa brenda, më tha mua erdhi porosia jote. Tash s'kam porositur gjë. Edhe tha, zbrit se erdhi vërtet porosia jote, tha, nuk po tallem, zbrita unë, më kishte porositur makarona me tartuf. Kurse për vete kishte porositur, ç'a më tha, doner, diçka e tillë. Edhe tani zbriti që ta marr. Kështu që do ham buk. Unë e vjeta ime. Çfarë ke hiç? Çka ke porositur? Da të shikojmë çka ke porositur. I nxora këto do thoja. Burxhutë, piperkat. Nxora ivi, lahmacun. Bu ne? Paska ma lahmacun. Lahmacun. Po këtu? Pide me kavurma. Kavurma me? Qarë është? Mish. Pide me mish. Po këtu që ke marrë? Shalgam? Po. Jo. Po, ku e ke shalgamin po, thot? Që ka marrë këtu? Bu ne? Më lahmacunun. Këto janë ato që I hidhen lahmacunit sipër. Shalgam juk? Edhe dhall. Hajde afiyet olsun. Eyvallah. Basa e hak të lahmacunin. Haja treguja njerëzve si e ha lahmacunin ti si e ben. Po këtu qa ka këtu? Qep. Acı biber ver bakayım. Pul biber. Pull&Bear. Tut. Qepë? Okej. The next day. Dita e sotme, me të në nesërmja nga ajo që pat juve, herën e fundit, ka qenë shumë chill, nuk kam bërë absolutisht asnjë gjëje, nisa të shikoja një film, por e lash për gjysmi sepse
Emreja më lajmëroi, nga mbrapa. Emreja më lajmëroi që ka dalë viza, ka dalë pasaporta e Emres dhe duhet të shkoj. Se po vendosë edhe tripodin. Do të shkoj ta marr. Kështu që do ikim bashkë tani të marrim vizën e Emres. Do ikim me makinë, shpresoj që të më lejnë të futem aty te ambasada. Më duket shumë e lodhshme të ikim, këmbë. Dua thjesht të ikit, të mbaroj shpejt dhe të vi. Sa po hodha plerat. Dhe jo vetëm plerat që kisha në shtëpi, po gjithë plerat që kishte edhe makina. Kisha 100 milion shishe. Që se di se si ishin mbledhur këtu. Nuk ka gjë më të mirë se sa të lëvizësh me makinë për punën që ke. Nuk arrita do të futem deri fiks te ambasada greke me makinë, sepse ishin disa policë aty në fillim të rrugës. Po ai shefi që më ndaloi më tha mua lere 2 sekonda këtu atëre me që nuk do vonoj shumë. Edhe i lash atje tani po nxitoj. E mora, tani do ta hap edhe të shikoj sa ditë na kanë dhënë vizë për këtë radhë. Edhe këtë herë vetëm 8 ditë vizë. Sa po mu prish tripodi i madh, tripodi më i rëndësishëm që kam, që e marr edhe me vete në prodhime, që bëj fotografi vetë. Mu prish, nuk lidhet, nuk fiksohet, si t'ja u shpjegoj. Do me thënë kjo këtu, sado që lëviz, nuk fiksohet me. Edhe kjo lëvizja gjithkohës, që është shumë problem. Kjo është gjëja më e rëndësishme. A di ndonjëri ku mund të rregullojmë këto gjëra? Se është gjuna ta hedhë dhe kushtoi çik në fakt, edhe pse ishte marrë nga Temu. Keni ju ditë nga ato që s'doni të bëni absolutisht asgjë? Unë kam. Dhe sot është një nga ato ditë. Pash një film, 72 Hours, më duket se e kishte me Kevin Hart, është i ri, ka dalë sot, mos gaboj ose dje. Edhe s'ka bërë asgjë tjetër. Jo, kam bërë, vura një lavatrice kur po flisja me Aleksin në telefon, se unë nuk mund të ri të bëj një gjë, do me thënë, e kam shumë të pamundur, për shembull që të jem duke folur në telefon edhe thjesht jem duke folur në telefon. Nëse jam duke folur në telefon, do jem duke bërë edhe ndonjë punë tjetër. Nëse jam duke parë televizor, do jem duke ndonjëherë në telefon, duke çuar ndonjë email, duke kthyer përgjigje, duke postuar, duke edituar, nuk e di. Vetëm nëse jam duke edituar dhe nuk bëj asgjë tjetër, se duhet përqendrimi atje 100%. Jam bërë shumë njeri i shpërndar nëse mund ta quaj vetë të tillë. Për tot Aleksa ja hapur si vaj nëpër lakra. Është e vërtet. Më vinë natë edhe me këtë tripodin që u prish tani, më prishi Terezin. Jo se nuk kam tripod tjetër, mbase i erdhi momenti që të përdor atë tripodin që i kisha blerë dhe i kisha haruar fare, o kam treguar dhe juve në video, atë të kuqin. Po ky ishte më i lehtë për të marrë me vete në prodhime për të bërë foto. Për shembull, nuk do kem çfarë të marr kur të ikim në plazh. Këtë radhë me Emren. Edhe jam edhe akoma pa ndruar, jam e fund. Shikoni, jam shtrirë këtu në një pozicion shumë çuditshëm. Do të thënë, këtu është divani, është L, siç e shikoni, dhe un jam këtu ku mbaron. Si t'ja shpjegoj? Këto janë gjërat që bëj unë në normalitet, do me thënë, nuk e di nëse i bëni dhe ju, apo rini si njerëz normal ulur në koltuk, në për divane. One eternity later. Erdhi momenti të ngrihem, të bëj punët. Pavarësisht të një pjesë të mirë të punëve, i bëra përpara se të hapja kamerën, sepse mora Aleksin në telefon prap. Dhe gjatë kohës që po flisja me Aleksin, normalisht po bëja dhe punkat. Këto pufat, shikoni pak sa të shumtuar janë verë. Shikoni sa kot janë. Ora është 6:20, në orën 7 del Emreja nga puna, në orën 9 jemi për të vajtur andej, kështu që bie Emreja sa të dal nga puna do vi direkt të më marr mua, të ikim te Tegu, me shumë mundësi. Dalme në Teg e rezervovon ata apo në QTU? Se majmend. Shpresoj te Tegu. Nuk ka bileta. Se majmend me çfarë adrese i ka marr. Okej, Cineplex. No. I ka marrë tek QTU-ja. Mirë që e pash. Nuk mund të anulloni biletat e blera online.
Jo se është ndonjë problem se janë blerë te qëtuja, po thjesht mua më pëlqen të shkojmë te Tegu. A few moments later. Arritëm në qëtu. Anlatıyorum mu abla? Bir saniye be abi. Erdhëm direkt sa po dolim reja nga puna, që ta ham, siç thash, dhe pastaj të futemi të shikojmë filmin. Duke qenë se është pak freskët, unë vesha një fanell, me më të gjata si që shikoni. Okej. Majt! Qërë do? O të mgort, ku e zuri gjumi moj, po putrat e bukura. O gjut. Ya kola da ister misin? Kola? Kola? Kështu është, po ike ta zë vendën tjetri. Unë po iki, po datin ti me lash aty të haj. Yapma ya. Giyinmem ha. Ha? Giyinmem. Dur bakayım. Çok güzel. Nasıl? Të pëlqejnë? Ulan, të pëlqejnë? Evet evet. Ha. Provova një palë Capri Pens që janë këto. I provova dhe me taka si do duken. Nuk e di. Është me 7 ullet edhe si ku ndalin këto palat. Si u duken juve? Sa e madhe është kjo, është sa të madhe ka Pepsi. Një pëllëmb. Sa kokaina. I can take this room. Yapma! Që thoni ju, është ora 12:05 minuta. Edhe sa po dolëm nga filmi, Emreja po thoshte kisha 1 orë gjysmë që prisja që të bënim pushim hiç, kaluan ca minuta tjera, hiç, jam pa, se donte të dilte të pinte cigare. Tha 3 orë film, pa lëvizje fare, Böyle şey ben ilk defa görüyorum hayatımda. pa bërë pushim fare, si është e mundur, tha, bëni pushim juve këtu në Shqipëri, thashon sigurisht që jo, mam, në bën çudita se si mund të bësh pushim në mes të filmit në kinema. Jo, tha, në Turqi bëhet pushim, tha, bëhet 1 orë gjysmë, pastaj 1 orë gjysmë tjetër. Si mund bëhet pushim në... Mesela tuvaletin geldi. Për në tualetot, apo për të Tuvalete pirë gittin. cigara, Filmi apo... kaçırıyorsun. Manyak Evet. mısınız oğlum siz? Aşkım, İnsan I don't haklarına think aykırı. I don't think anywhere in the world they give a break in the Sadece- middle of the... Ulan dünyada sadece Türkler mi sigara içiyor? Evet. Sadece Türkler mi sıçıyor? Ya can you not stay... Allah Allah. Can you not stay 3 hours without sigara? Mal mısınız siz? Budalın geliyor be. Yok. Boş ne mira? Yok. 3 saat sıçmadan mı duracaksın? Çişin gelmeyecek, Evet. sıçmayacaksın. Ya da filmi kaçıracaksın. This is most normal bullshit for us. things in the world. Kjo është normale për ne. Ha, Mua më bën çudi ajo që thotë Emreja, Hajde, Emrej si mos bën çudi kjo që them unë. Dur, ama filmi ishte super, do më thënë të mbante në suspans. Do më thënë e kishe vëmendjen gjatë gjithë kohës të filmi. E kam kapur telefonin në 3 orë, vetëm 2 herë. Njërë për të parë Instagramin që bëj se postova një reel, edhe 2 herë të tjera për të parë orën, thjesht kaq, do më thënë. Po ishte kaq, do të thënë, kaq tërheqës sa të mbante aty të fiksuar, nuk e hiqe dot vëmendjen. Se po e hoqe vëmendjen edhe të shpëtonte ndonjë gjë, pastaj e humbisje fare filmin. Ishte shumë bukur i realizuar. Unë përprisja disa skena që i kisha parë edhe në për reelsa, do të thënë nga intervistat e aktorëve, dhe mezi prisja që t'i shikoja.
Tani më ka hipur dëshira për të lexuar edhe një herë librin, se nuk e mbaj mend fare që kur kam qenë në 9 vjeçare në shkollë greke, se për çfarë bëj fjalë. Mund t'i futem prap mitologjisë greke, se unë vdes mbaroj pas mitologjisë greke. Shumë i bukur, në fund qava, normalisht, si mund të ndodhte ndryshe, domethënë nuk do mbyllej tamam nga ana ime nëse unë nuk do qaja me një film. Edhe, yeah. Did you like the movie? Pëlqeu filmi? Ja biraz konuş. Güzel. Ha? Güzel. Të pëlqeu? Evet. I'm talking Evet. shqip. Ha po. Të pëlqeu filmi? Po. Po? Po, M- bu kadar. m- Kaç? Më? Më film. Më? Më pëlqen. Më pëlqeu. Më pëlqeu. I pëlqeu, shqyr. Se më tha mua, seriozisht e keti tha, na sollim kinema për këtë, kur unë mund ta shikoja në shtëpi këtë te IPTV-a ime. Edhe thashun, seriozisht e keti, do shikosh një film të tillë në IPTV në shtëpi thash? Ku mund ta shikosh këtu? Ama kishte edhe diçka që vura re, edhe pash, domethënë e vura re te filmi dhe e pash te Instagrami një postim. Në momentin që e hapa Instagrami që thash shikoja ç'bën na really, që ishte shumë, po shumë me zë të lartë, ishte shumë i zhurmshëm. Edhe te postimi që pash në Instagram thoshin njerëzit që mendova se do vdisja edhe unë aty në anije bashkë me Odisen nga zhurma e lartë që kishte në kinema. Me sa duket s'qen ka vetëm kinemaja jon, e pas kanë gjithë kinemat e botës që ishte zëri tmerrsisht i lartë. Po e Benim mbyll tani se Truva ile beraber fotoğrafım vardı biliyor musun? Truva më? A Troja. Truva atıyla. Truva Horse. Po e mbyll se po mbi bateria flasim kur vem në shtëpi. Ti blin çik një vonë, se sa pa arritur në shtëpi. Të gjërave që blem, kishte beshka shumë ulje, nuk e prisja që të kishte kaq shumë. Edhe me që Emreja kishte hyrë gjithë ato herë te beshka edhe thoshte nuk ble. Po gjithsesi, duke qenë se jemi edhe për tiku me pushime, normalisht që i duheshin rroba të reja, unë i kam thënë që gjithë kohës merr, por nuk do. Më në fund ju mbush mendjen duke u qenë se pat çmimet e lira. Mori një bluzë të tillë. Është kështu e thurur, domethënë ky lloj materiali për dimër shumë e trash, edhe është fiks stili që vesh Emreja. Kjo është ishte 8800 lekë, dhe si gjithmonë unë kam qef që të shikoj çmimin fillestar, se pavarësisht se këtu ka qenë 29500, mendoj që mund të ketë qenë edhe më shumë. Dhe do mundohem t'ja heq këto. Se unë i kam shumë qef këto proçkat që bëhen këtu në Shqipëri. 8800 ka qenë çmimi i fundit, ai që e morëm ne. Para këtij ka qenë 11800 dhe para 11800 ka qenë 17700 dhe para atij ka qenë 29500. Nëse ishte çmimi i mirë, për 8800 lekë ja vlen që të marrësh bluza, edhe që ishte shumë e trash. Edhe në ngjyrë gri. Nuk e di nëse e ndryshoj, po e ndryshoj, se këtë grin e kishte marrë largë dhe ishte shumë si fes. Dhe mori dhe këto pantallonat, material shumë interesant, ky shikoni si është, si ato letrat që i merr në kancelari që janë kështu si të zhubrosura, të gjera, janë stil super baggy, stili Emrejs normalisht, me këtë qepjen kështu, këtu përpara. Shumë të bukura, i rini shumë mirë. Dhe si që shikoni, çmimi këtu është 10.300 lekë. Nga 34.500, se kam faturën e kam në çantë, por në fakt, kur erdhi momenti që të paguanin, Emreja i kishte bërë llogaritë e tij në kokën e vet se sa do paguanin. Dhe e tha, jo, 78, 79, diçka e tillë, gati 80.000 lekë. Se mora dhe unë ato pantallona që ju tregova, këto Capri pants, këto i mora. Këto ishin 22.500 ka ulje. Këto kishin çmimin e tyre. Dhe Emreja tha, moj, ato pantallona të tua sa ishin? Tha, je sigur që ishin ato çmim që pe? I tha shumë po, çfarë na bëri kaq shumë? Tha, se mora vesh pse vajti çmimi kaq lart. Morën faturën, shikojmë te fatura që pantallonat e Emrejs kishin 39.500 lekë. Tani, Emreja si këto pantallona mori ngjyrën e zezë, mori dhe ngjyrë kafe, pa edhe një palë të bardha. Edhe të zezat, edhe kafet kishin këtë çmim, 10.500 lekë. Kurse të bardhat kishin 39.500. Emreja tha, pyeti një këto te kasa, cili është çmimi real i këtyre të bardhave, që po ashtu nëse janë 10.000 të marrë edhe një palë të bardha, se i rinin vërtet shumë bukur. Kur e pyeta unë ato te kasa, sa më tha mua,
jo, ky është çmimi real, tha këto s'ka lule këto panonat. Okej, në rregull, dhe ikëm, po ato e pyeta para se të dilte fatura. Kur erdhi fatura pastaj që kishim paguar dhe e pash të printuar, vajta dhe ja çova, e tha shikojeni çik sa e keni çmimin këtu. Edhe shikojeni sa ka dalë këtë fatura. Jo, ke shumë të drejtë, është bërë një gabim, i thash më fal, po gabimi bëhet vetëm te një par pantallona, nuk bëhet te gjithë pantallonat që janë atje të rreshtuara dhe të varura. Jo, po ke shumë të drejtë, nëse doni mund ta heqim. Po tani mua më erdhi aq shumë keq se Emreja ka kaq kohë që në tetor që bleu roba në Prishtinë, që nuk ka shpenzuar me lek për roba. Madje do të blej edhe një palë atlete dhe nuk do, domethënë i duen, po nuk do të shpenzoj. Edhe unë i thash, Vari, thash unë pa i mbajmë. Pavarësisht se Emreja tha nëse kanë atë çmim kthej mbrapsht ose nuk i dua. Po më vjen shumë inat, se ka filluar edhe bën shumë shpesh të proçk, bershka. Kishte bërë edhe me fundin që, jo, me bluzën, që vajta mora unë njësoj si fundi ai bardhi, që ta Emreja dukesh si Cezari. Një bluzë, një mase kishte çmimin 16.500, një tjetër e kishte 19.900, a diçka e tillë, se ja çova edhe me foto Aleksius. Edhe si përfundim ishte çmimi më i lartë, ai i saktë, jo ai më ulti. Tani bëhet gabimi, po jo të bëhet disa herë, bershka. Se ideja është që mund toni, është shumë e lehtë, është shumë kollaj që ti lesh, mos i marrësh. Kur e pe se kush është çmimi real, nëse të pëlqen çmimi. Po puna është që kështu mashtrojnë klientët, se i marrin, i provojnë, i pëlqejnë, i kalojnë te kasa, paguajnë, nëse janë kështu që se kapin si punaton në moment, po edhe ta kapësh në moment, do thuash hajde më valja, thash se mua më pëlqen shumë, rinin bukur, edhe nuk do i qesh dorë. Ama më duket një taktik mashtrimi, që është e vërteta. I'm calling out bershka. Gjithsesi, ti gëzoj Emreja këto që bleu, se ishin shumë të bukura. Edhe po e mbyll edhe këtë videon. Ja u sugjeroj shumë që të shkoni ta shikoni filmin, nuk ka rëndësi nëse e shikoni me IMAX apo jo, edhe pse në Shqipëri nuk ka IMAX. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!